Këtu pranë me janë në këtë moment edhe kryetari i shoqatës së peshkatarëve Afrim Shoshi këtu nga Peja, gjithashtu edhe veterani i peshkimit të troftes autoktone nga Gryka e Rrogovës dhe gjithë Lumbardi deri ku shtrihet, ambientalisti dhe njeriu i cili e don shumë natyrën dhe gjatë gjithë jetës së tij është kujdes që ky lum pastrohet dhe ka luftuar me shumë njerëz të cilës ndotin këtë lum me organizata të ndryshme. Është Gjevdet Belegu me ne, i cili do na thotë edhe disa fjalë rreth mbrojtjes së natyrës dhe ambientit këtu në Lumbardin e Pejës. Lumbardi i Pejës është pasuria më e madhe të cilën e ka qyteti i Pejës, si për zhvillimin e turizmit edhe për vetë qytetarët, për ujin të cilin ne e konsumojmë, që marrim në përpije, po flas asoj. Por një karakteristike veçantë që ka e karakterizon Lumbardin e Pejës është trofta autoktone e cila gjendet vetëm në këtë Lumbard edhe në Lumbardin e Deçanit. Po mirë, po qytetarët të pandërgjeshëm janë ata të cilët janë të ka bërë shkatrimin me masë të madhe të troftës edhe përkundër të gjitha përpjekjeve të shoqatës së peshkatarëve, të cilët e bëjnë për shumimin e saj, mbrojtjen e saj dhe rrujtjen e kësaj bukurie, kësaj, si thëmë, këtij gjevahirit të cilit që na ka dhuruar neve vetë Zoti. I kisha lutur të gjithë qytetarët të komunës e Pejës, po mendoj të Pejës, e sidomos këto dy lagjet për rreth, po Hofsin edhe Kapeshnicën, që mbeturinat të cilat i kanë, mos t'i hudhin e Lumbard. E dyta, çka është më karakteristike, kisha lutur kuvendin komunal që sa më shpejt të reagoj dhe të bëj largimin e ujnave të zeza, si shihet jashtë, shikojeni ku është atje, ujnat të zeza të cilat rrjedhin në lumin e bardhë, të cilat e bëjnë shkatrimin masiv të troftës. Kanë hudh mbi 400 kg troftë në lumin e bardhë, qytetarë të nderuar. Jo për atë se kanë mujt ata t'i shfrytëzojnë për vetëm, po vetëm për me mujt me bë shumëzimin e kësaj trofte dhe rrujtjen e këtij gjevahirit të cilën ja ka dhënë vetë natyra. Njëkohësisht edhe ka peshkatarë të pandërgjeshëm, sidomos aty në apel për ju bëj. Mos dini me nxon troftën kur vakt e pa vakt dhe mos i nxeni ato troftat e vogla të cilat kanë me murite masiv. T'jeni peshkatar si duhet, e jo peshkatar që ate që ka mujt të agrabis, ate që ka mujt të marrë, të shtyheni njoni me tjetërin se cili po nëzeni ma tepër. Dihet normat, dihet ajo se çka e tregon rregulloria e peshkimit. Dëgjuat edhe apelin e ambientalistit Gjevdet Belegu, i cili dha një apel për të gjithë qytetarët. E në vazhdim ne do të ngjitemi edhe në Grykën e Rrogovës, ku shpresoj që do të kalojmë mirë në peshkim së bashku me Erzenin, me Lulzimin apo për ndryshe që shënjojnë edhe peshkatarët Llakin. Me ne është edhe njerë thash kryetari i shoqatës peshkatarëve të Pejës Trofta, Afrim Shoshi, gjithashtu edhe kontrollori apo Roja, i cili është i vetmi i cili kujdeset që ky peshk të ruhet sa më tepër në Grykën tonë, në Lumbardin tonë, siç e ceki edhe Zotri Gjevdet gjevahirin tonë, troftën autoktone. Shpresoj që do të kalojmë mirë.
Sot jena ardhur në Lumbardh Pes, kena dalë me peshku troftën, me qenë se trofta është ndalume, po e na ardhur me leje speciale për shoqatës. Na ka hapën Afrim Shoshi kryetari Pes, kështu që po peshkojmë sot ta këshyrim sa kena sukses. Për momentin jam tu peshku me këtë mashtruese me pstrash. Kua është ideale për peshk. Me mua është Lulzim Murati edhe Errol Grapsi. Me qenë se kena dhe kontrollorin me veti për çdo rast, kështu që shpresoj të shkojmë sot diçka. Ja, kjo është trofta e dytë, dhe me thonë trofta e egër. Duhet të që me kom pak human për shkak të mashtrutën duhet të ja bojmë të ja kputim një grep. Dhe me thonë jo me tre, se me tre e dëmton peshku mranda gojës. Dhe atëre jonë për ata peshkatarë që duhet me qenë pak human, për kesh pesh bukur duhet të ruajmë. Ja, pra. Shkojmë e pra i shkojmë prapë ujë. Përshëndetje për të gjithë peshkatarët që po na përcjellin këto momente. Gjendemi në grykën e Rrugovës në Lumbardhin e famshëm për trofta autoktone. Dhe janë këtë moment e kemi peshkun e parë të kapur me mashtruese flutur, që quajmë ne blinker dëver,
sepse jemi në kohën e vjeshtës kur edhe uji është pak më në ngjyrë ndryshe, edhe ashtu edhe shtrati i lumit e merr ngjyrën e verdhë, kështu është më atraktiv për peshkun e këtij lumit. Në këtë moment e kemi kapur një peshk i cili nuk është autokton, por është një troftë të cilës ne i thojmë troftë e Kalifornisë. Është mjaft e dëmshme për peshkun tonë autokton, sepse është peshk shumë grabiçar i cili ushqehet edhe me peshqit vegjël, por edhe me vezët e troftës tonë autoktone. Ky peshk zakonisht kultivohet në restoranet e Kosovës, edhe është i mirë për u peshku, por jo aq atraktiv edhe jegër sa trofta jonë autoktone. Shihemi pas pak me ndonjë peshk tjetër, ndoshta do të kemi fatin dhe të peshkojmë ndonjë troftë në pikat Kuqit, që shihemi ne këtu në Pejanët. Kjo është autoktone jonë dhe është e treta troftë që ja bukuria troftet Trugovës.
ngrejt një peshk edhe troftën autoktone tonë këtu në ujë, por është shumë e ndihshme, shumë është egër edhe na ka hetu edhe më nerë iki. Unë dalë në 2-3 vende edhe prit ke prapë mashtruesen, sepse i intereson këtë kohë, edhe pse në vjesht, trofta është barse, do të thotë është me vezë, është pak më dembele, sepse edhe uji është më i ftoftë, por nganjëherë e ka kohën tash kur edhe lyp ushqim pak më tepër, por duhet pak më tepër që shqyrtojmë ne me bo nervoz, me lut pak më tepër për me mujt me mashtru me kap ndonjë ngrep. Kjo deri me tani është i 4 troftë, ja shihet që unë të trofta e egër e jona. E përshëndeti me një përqafim. Ja, pra e pat edhe begjin e personit i cili kujdeset është trojtari i vetëm i Lumbardhit, do të thotë Grykës Rrugovës, është Shkelzen Gllogjani, të cilin e përshëndesim shumë për mundësinë që na ka leju, edhe pse është ndalesa e peshkimit në këtë kohë në Grykën e Rrugovës, do të thotë në Lumbardhën e 5, sepse edhe më herët e ceka që në këtë kohë trofta është ndaluar të peshkohet për arsye se ka vezë me vete bardh edhe duhet ta ruajmë sa më tepër troftën tonë autoktone. Njëkohësisht edhe njëherë falenderoj edhe kryesinë edhe shoqatën e peshkatarëve të PES Trofta në krye me kryetarin Afrim Shoshi, i cili mundohet dita ditët që të bëjë sa më tepër që ky peshk të ruhet dhe të ketë sërish peshk troft, sikur se kishim në ditët e lumtura të peshkatarëve të cilët tani më janë në moshë edhe kanë pak problem ditë sodit me dalë, sepse është terren mjaft i vështirë, duhet të ketë njeri shumë kondicion dhe duhet të ketë forcë në përkëm, sepse e patë edhe vetë në për çfarë kushte, në për çfarë terrenin e delim të përshkojmë troftën. Dua të ceki këtu edhe një gjest të mirë human, i cili është bërë nga një biznismen pejan, i cili para 5-6 muaje ka lëshu një sasi të madhe të konsiderueshme të troftës autoktone. Njëkohësisht me këtë gjest edhe është bërë një reklam, një marketing i madh, se në këtë pjesë të Kosovës, në Lumbardhën e 5, në Gryk të Rrugovës, ka peshk.
Kemi hasë me kolegun Shkelzen Gloggjani dhe me Lulzi Muratin, për ndryshë Gjyshenjoni dhe peshkatarët Lakin, edhe në peshkatar amator të cilët kanë ardhur të peshkojnë nga viset ndryshme të Kosovës troften në mënyra të paligjshme sikur se janë me gjallësa. Këtu është rreptësisht e ndaluar që të peshkohet me gjallësa. Mënyra e vetme për të peshkuar peshkun troften autoktone të Grykës së Rrugovës është me mashtruse. Ndalohet peshkimi me skraj, me krymb. Peshkimi në Gryk të Rrugovës dallohet në dy lloje peshkimi. Peshkimi sportiv rekreativ të cilin ne e praktikojmë, edhe normal që kemi ato ligjet tona të cilat i praktikojmë janë peshku duhet të jetë më i madh se 25 cm. Duhet të jenë vetëm 5 peshk të peshkuar, nëse peshkojmë më tepër atëherë duhet të lëshojmë. Kemi hasur mjaft në persona të pandërgjeshëm, të cilët në mënyrë të ndryshme peshkojnë dhe shkatrojnë peshkun ton. Janë peshkatar, faktikisht po i themi peshkatar biznismen, të cilët ndoshta edhe jetojnë nga ky peshk, shesin këtë peshk, e masakrojnë peshkun me generator, me varekina të ndryshme, me helme, me klar. Shpresoj që të vëdësohem dhe të ruajmë këtë peshk edhe për gjeneratat tona të ardhshme. Kjo ishte e tëra për sot, kishim mjaft peshk, peshkuam edhe pse kushtet ishin klimatike pak të ftohta. Përshëndesim edhe një herë edhe Lulzimin Lakin, Erzenin i cili ishte sot këtu me ne, edhe pse Erzeni është pak a shumë fillestar për peshkimin e troftes, e kishte pak më problem, por me Erzenin do të bëjmë emisione të ndryshme, sikur se kishte edhe përpara në vende tjera ku peshkojmë edhe ngjilin, lyshin edhe lloje tjera të peshqive. Kaq sa i përket peshkimit sot në Grykën e Rrugovës të troftes tonë autoktone, edhe një falenderim për të gjithë peshkatarët të cilët kontribuojnë për ruajtjen e peshkut kudo në Kosovë, edhe një apel i them të gjithë atyre të cilët dalin në natyrë. Pasi që të përfundoni piknikun tuaj, ju kisha lutur që plehun, borllogun të cilin e keni ta e marrni me veti, mos e humbni në lum sepse çdo mbeturin e ndot edhe lumin edhe pastaj edhe vjen deri te ngordhja e peshkut. Kaq nga ne për sot, shpresoj që shihemi herën tjetër. Kalofshi bukur. Përshëndetje.